shqyrtimi i propozim vendimit për konfirmimin e obligimit zbatimit vendimeve të CEFTA-s dhe të protokolleve të saj, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e ministra, zëvendës ministra, në udhëheqjen e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, konkretisht kryesimit të CEFTA-s nga Kosova që prej pritet 2025, janë marrë gjithsej 11 vendime. Përmes vendimit të sotëm konfirmojmë obligimin e institucioneve tona për të zbatuar në plotësi këto vendime përmes marrjes së hapave ligjor dhe administrativ nga ana jonë. Obligimet e ndërmarra brenda CEFTA-s tani sigurojnë tregtim më thjesht dhe shërbime më të shpejta, besueshmëri digjitale, qasje të barabartë dhe konkurrencë drejtë e përfitim për konsumatorët. E ftoj ministrën e detyrë të Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Hajdare, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, krahas përmbushjes së obligimeve nga marrëveshja stabilizim asociimit gjatë këtij mandati, qeverisës ka adresuar dhe ka siguruar përfaqësimin e Kosovës në marrëveshjen CEFTA nga institucionet e saj dhe duke larguar UNMIK që përfaqësonte Kosovën në CEFTA, si dhe duke miratuar një seri vendimesh që kanë dalë nga Komiteti i Përbashkët i CEFTA-s, ku 11 nga këto vendime janë miratuar kur Kosova kryesoi CEFTA nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e jo nga UNMIK pra gjatë vitit 2025. Ky kryesim gjithashtu rezultoi me përzgjedhjen e drejtores së re, zonjës Pranvera Kastrati si drejtore e sekretariatit CEFTA-s, pas 2 vitesh bllokim të sekretariatit CEFTA-s. Për më shumë, me 24 shtator 2021, pas 13 vite zbatim të marrëveshjes CEFTA, për herë të parë morëm iniciativën zyrtare për të rregulluar përfaqësimin e Kosovës në CEFTA. Adresuam letrën në sekretariatin e CEFTA-s në Bruksel, ku përmes kësaj letre kërkuam largimin e UNMIK-ut nga ky mekanizëm dhe që Kosova të përfaqësohet e barabartë si vendet e tjera. Me 9 tetor 2024 në takimin special të Komitetit Përbashkët në CEFTA, miratuam vendimin për ndryshimin e rregullave të procedurës me që rast larguam përfundimisht pjesëmarrjen e UNMIK-ut në CEFTA dhe përfaqësimin e Kosovës vetëm nga institucionet e saj në CEFTA. E me 1 janar 2025 shënuam një arritje historike për Kosovën, kryesimin e Komitetit të Përbashkët të CEFTA-s për vitin 2025 për herë të parë nga institucionet e Kosovës dhe pa prezencën e UNMIK-ut. Për më shumë, vetëm gjatë viteve 2024-2025 u morën 22 vendime nga Komiteti i Përbashkët CEFTA, ku 11 nga këto vendime lehtësojnë tregtinë mes vendeve anëtare të CEFTA-s drejt rrugës së antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Unionin Evropian. Aprovimi i vendimit të propozuar sot për zbatimin e vendimeve të Komitetit Përbashkët të CEFTA-s paraqet përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të Republikës Kosovës, garantimin e funksionimit të rregullt të marrëdhënieve tregtare brenda vendeve anëtare të CEFTA-s. Vendimet e Komitetit Përbashkët CEFTA-s janë rezultati i pajtueshmërisë dhe negociatave ndërmjet të gjitha palëve kontraktuese me përfshirjen e ekspertëve nga institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës. Këto vendime synojnë harmonizimin e rregullave tregtare, lehtësimin e tregtisë së malrave dhe shërbimeve, eliminimin e barierave teknike dhe administrative, si dhe forcimin e sigurisë juridike për operatorët ekonomik. Për me tepër, këto vendime bërojnë nga aktivitetet e parashikuara në planin e veprimit 2020-2024 dhe 2025-2028 të tregut të përbashkët rajonal, i cili rrjedh nga procesi i Berlinit dhe është pjesë integrale e planit të rritjes së Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor. I nderuar kryeministër, në kuadër të këtij propozim vendimi për aprovim qeveri, përfshihen këto vendime që mbulojnë fushat e ndryshme të lehtësimit tregtisë së malrave dhe shërbimeve, si në vim. Vendimi për lehtësimin e tregtisë elektronike, vendimi për aspektet tregtare të drejtave të pronësisë intelektuale, vendimi për parandalimin e gjeoblokimit të pajustifikuar, vendimi për lehtësimin e tregtisë së shërbimeve të ofruara nga agjencitë e udhëtimit dhe operatorët turistik, vendimi për krijimin e sistemit elektronik për lehtësimin e menaxhimit të riskut për tregtinë e malrave, vendimi për njohjen e programeve të operatorëve ekonomik të autorizuar, vendimi për shërbimet të dorëzimit të pakove ndërmjet palëve, vendimi për shkëmbimin elektronik të dhënave lidhur me autorizimet e hyrjes për grupet e barnave që përmbajnë substancat e kontrolluara, vendimi për njohjen e shërbimeve të besueshme të kualifikuara,
si dhe vendimi për njohjen e nënshkrimeve elektronike të avancuara dhe vulave elektronike të avancuara. Andaj, duke u bazuar që aprovimi i këtij vendimi të sotëm ka rëndësi institucionale dhe politike, pasi që demonstron zotimin e Republikës Kosovës në respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe forcon kredibilitetin e Kosovës si palë aktive dhe e përgjegjshme në kuadër të CEFTA-s, po ashtu edhe në kontekstin e integrimit rajonal dhe afrimit me legjislacionin dhe praktikat e Bashkimit Evropian. Rekomandoj në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë së Tregtisë që Qeveria e Kosovës të miratoj këtë projekt propozim. Faleminderit. Faleminderit Ministri Hajdare, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.